Pronarët e një dyqani në rrugën e Dibrës pranë Selvis në kryeqytet denoncojnë në News 24 vjedhjen që ju është bërë rreth 3 javë më parë në biznesin e tyre. Autori, një njeri rreth të 30-tave, ka arritur të vjedhë një celular iPhone 5 në banak, telefon ky në pronësi të shitëses. Sipas dëshmisë së pronarëve dhe shitëses që ndodhej në dyqanin e konfeksioneve, gjithashtu nisur edhe nga ajo që vërehet nga kamerat e sigurisë, rreth orës 09:41 minuta të datës 10 korrik. Një djalë rreth të 30-tave futet në dyqan dhe shikon për bluza për të blerë. Në një moment të caktuar, ai merr një bluzë të bardhë dhe afron pranë trupit, dhe me këto lëvizje afrohet pranë banakut dhe hera herës komunikon me shitsen. Pasi pikas ku ndodhej telefoni, si dhe shpërqendrimin e shitses që po ju shërbente 2 klienteve, fut dorën bashkë me bluzën dhe arrin të marrë celularin. Sikur mos të ketë ndodhur asgjë, ai e kamuflon telefonin poshtë bluzës dhe vazhdon bisedën me shitësen duke e pyetur nëse mund t'i bënte skonto. Parën në sy se ka marrë celularin, ai shkon në fund të dyqanit dhe menjëherë fut telefonin në xhep, vendos bluzën në ekspozitor dhe largohet qetësisht. Shitësja me inicialet RG shprehet se ka depozituar kallëzimin në komisariatin numër 4 dhe përveç një deklarate me shkrim, oficerët e policisë gjyqësore të komisariatit nuk kanë bërë asgjë tjetër, nuk kanë vajtur në dyqan as për të sekuestruar pamjet filmike, por as për të marrë dhe gjurmët e gishtave të lëna nga autori në bluzën që përdori në funksion të vjedhjes. Me publikimin e pamjeve filmike në televizion, shitësja ka shpresën se dikush mund ta identifikojë autorin në mënyrë që t'i rikthehet telefoni që ka blerë me kursimet e rrogës.